Ndryshe në Top Albania Radio. Mi mbrëma të gjithë, mi se keni ardhur në Ndryshe. Vetëm nena vjen jeta dy herë. Vjen një herë ti dhe vjen prap ti dy herë në Dhe jetë. prap vjen Ndryshe çdo të martë në këtë të martë të bekuar që nuk e di se kush E ka bekuar? Po e bekuar është oti tani se çka emision të bukur bëjmë sa antistres jemi A për mendova që njerëzit. e bekuar për shkak të protestës Jo, më jo, ato se ti nuk gatrosh në politikë. Unë ato fare, unë gatroj me një politikan që vjen këtu, po jo se. Gjithsesi më vjen shumë mirë që ka protestë sot, sepse trafiku është në mënyrë skandaloze shumë i madh në pjesën tjetër të Tiranës. Këtej nga erdha unë ishte Bosh? gjalp, po. Gjalp? Po, Të vyn, të vyn. Po thosha antistres, jemi antistres për vetëm për një person që ngemi stres ne dhe nuk e dimi. E kemi këtu brenda grupit, brenda familjes, brenda emisionit. Erdha unë në punë, Po. më peti mua me skerdin aty poshtë me Po, DJ-n. po. E kam i qik me stres sa këtë emisionin tu, i tha, e kam i qik, i thash, ua! Po Skerdi ne po kështu? knaqim gjithë dynjan. Skerdi? Po Tash pse? pse e ke? Po jo më lona tha e kam ja kush ja, e aprovo. Se pëlqes. E kam i çik kështu tha me stresa se du që dilni shumë. Domethënë ti jemi përgjegjshëm, i thash po ti e bëre tënde në fillim për Ta se telefonat. kishe fri nga Jozi, mos tani shpull. Po ti e mban mend i thash e bëre në fillim tënden. Alo, jemi telefonata kurth, jemi nga Top Albania. Rri në linjë. Ti i thash do ikësh kurr nga puna. Riqet. E ke vu emrin ta. Gjithsesi, të gjithë ju që po ndiqni këto momente, bashkë me Lora Dura dhe me Skerdin që dhe gjithë çunat që janë në transmetimin sepse nëse i kam tashmë tani ti Mirë kam se i kapa me këtë kapsën apo Ti je radio gjithmonë e jemi. bukur, Elena, nuk e di. Ma, tash i rash nga karriki. Jo, absolutisht. Më fal Lorenz. Po jo më pse. E ke gru shumë bukur. Lorenci ka shumë qef kur i thon kështu. Ej, po se nga që jemi edhe në kanalin Ndjen Digital, be dhe them emision, domethënë dal si nga do po s'dali dukem kur mirë. dal atje se kapa Po, unë si- flokët po, unë si shumë. dukem? Ti ke shumë bukur flokët, po unë Ne do jemi bashkë deri në orën 8. Shiko Okej. çka ka sot ky emision. Po, çfarë ka sot? Ne nisim me Big Brother. Flasim për emisionin e sotëm, për Prime-in e sotëm, për hyrjen e Luizit, daljen e Luizit, po edhe për hyrjet e reja që flitet të jenë sonte. Nuk do flasim shumë. Jo, më do flasim një çik. Një çik do flasim. Në këtë pjesë. Por kemi ftuar një personazh shumë interesant. Ashtu. Ne e kemi nxjerrë në rrjetet tona sociale. Është era dytë që nuk vjen. Është era dytë që nuk vjen. Herën e parë tha jam trafik edhe nuk erdhi fare. Ai ikte për Lezhë, do thoshte ne jam këtu në trafik. Nuk e dish do bëj sot, jo as Marku. I ftuar i sotëm është era dytë që nuk vjen. Me tërë mos vi dhe sot. Nuk di. Pa i guxoj të mos vi dhe sot se me rop shpirë. Shpull. Do t'i shkoj ku t'jet, Laç, në Lezhë, Dëgjoj, me që po flesi për edhe- flokët, ti e di që tashmë është miratuar një ligj në Britaninë e Madhe. Që? A vetëm në Londër, nuk di, jo, nuk e di për këto vendet e tjera të britanike, po që nëse thua ti je qeros, quhet ngacmim seksual. Oh? Po. Nuk është kështu bullizim, është ngacmim seksual. Ngacmim seksual. Qeros. Qeros. Për shembull, si më thën ty, Qeros. Jo. Kështu. të madhe. Po ku ta gjejmë zoti? Prezantues. Po thuaj recitush ma. Po si më thën ty kështu? E di kam dëgjuar shumë sidomos në Angli më tregojnë edhe miqtë e mi Kështu që që për kujdes. gjën më të vogël të çojnë te burimet burimet njerëzore njerëzore, kështu. po janë. Ne ças themi ne duhet. Ne ishim fut në burg. Ne ishim për ai burgu që del ditën në Gjithsesi, për gjithë ju që po na ndiqni këto momente, thash edhe një herë se fillova për të, ju përshëndesim, sidomos ju që jeni për makina, por dhe taksistët që ne kemi në vëmendje sepse ata e mbajnë gjithmonë radion tek ne. E mbajnë gjithmonë. Mos kerdi. E sepse bëjnë gjërat me qef, pas stres. Jemi bashkë deri rreth orës 20, ka muzikë të mirë, ka një barsalet nga Salsano që më tha, do t'rregoj barsaleta, po sa them para se të filloj. Barsaleta atje në Big Brother. Që ke Luizi. Aty u frymzove. Ai Luizit ishte 1143-shit. Ajo e këtij Mirit, ajo ishte, domethënë ajo është ka trilema. Tu di sa ata janë dhe çuna kështu me eksperiencë. Domethënë barsaleta shumë niveli të dobët. Ashtu ë. Pa lek këto barsaleta më e bukur. Duke larguar modestinë në këtë rast. Barsaleta më e bukur ishte e Brikenës. Ta barsaleta ime është më e shkurtra dhe do qeshni të gjithë. Tan ato, unë jam Brikena dhe unë do fitoj Big Brother 5. Dhe për zotin vetëm ajo më bëri me qesh. Halucinacioni Brikenës. Për zotin vetëm ajo më bëri me qesh. Kështu që miq të dashur, sot ndryshe ka si personazh të ftuar Jozi Markun, ai ka dhe këngë të reja për të promovu, po që pas daljes nga Big Brother nuk është se intervistat i ka patur të shpeshta. Jo, të rrallë i ka pasur. Një, dhe i Allah. Sa u bën një vit?
Një vit. Pranver 2025. Pranver, në fund majit. Diçka e tillë. Kështu që personazh shumë emblematik. Shumë interesant. Yri doli nga Big Brother, u dashurua, u harrua, u kthye, bëri ç'bëri. Me Noizin, wow, me Jozin. Me Noizin do të takoj masa ditësh do am drek. Po flisja me Jozin. Do flasim me Jozin, po do mendojmë për Noizin. Shiko, është fiks ora e reklamave. Shkojmë reklama edhe kthehemi pas pak në Ndryshe me Elonën dhe Salsanën. Ndryshe në Top Albania Radio. Duket sikur kemi pinë një gjë, po në fakt në ujë pa gazi jemi dhe jemi me energji shumë të mirë radio, po presim Jozin. Nuk funksionojmë dot ndryshe. Dgjoj, të falenderoj pak Max Optikën tonë të dashur. Është momenti që ke pritur sepse ka final sale në Max Optika. Ulje deri në 70% të koleksioneve të syzeve të diellit dhe optike. Dhe sigurisht, vizitat okulistike vazhdojnë të jenë falas në Max Optika. Modelet më trendy, markat e tua të preferuara, cilësia që meriton shikimi yt me super çmime, por vetëm për një kohë të kufizuar, ndaj ju duhet të përfitoni që brenda pak ditësh në këtë ditë dashurie Shën Valentini të merrni një syze me 70% ulje. Ju merrni sa doni, 1, 2, 3, 4, por që i keni deri në 70% ulje, mund të bëni dhe porosi online. Se ndonjëherë themi, se për toj ku do shkoj ka parking, s'ka parking. maxoptika.com porosit edhe të vjen në shtëpi. Të lumë të goja, Maxin si ka qënë? Se mos harrosh në herë. Jo, kjo puna e Shën Valentinit, me që përmende sa festa kemi ne këtë fundjavë. Po, interesant ishte se vajzat e mia, më thanë, babi tha, duhet i bëjmë mamit surprizë për Shën Valentin. Ta shumë, dhe këshim menduar ato të dyja, i bëjnë gjë mamit. Po. Thash, po ç'ne mami Shën Valentin vetëm. Po unë që kam kontribuar për të ardhur ju njet. Pse do të vish dhe ti, ba, hajde dhe ti. Se janë të mira shumë. Jo, po janë dhe fëmijë shumë të pastër, shumë sinqert se unë i njoh. Do bestonte vetëm mami në gotat Shën Valentinit. Po babi, do të vish dhe ti, hajde tani. Kurse ai mbir që marron për Lorencin, domethënë unë jam gjithmonë e dyta. Domethënë ai është një version i nga që është afër gjeniut ai, domethënë, ose ai nuk është ndryshe si çuan e tjerë që kanë me mamat, e kanë me babat. Ai e ka me babat. Po ka 1-2 ditë që vjen me kartolim për mua në shtëpi. Erdhi dje mami im kështu, ashtu erdhi sot mami. Po ku që lloj sot që unë isha në kulmin e lumturisë duke lexuar ai kartolinën, mami im është e qeshur, energjike, prandaj e dua shumë. Dhe hyn Lorenci në shtëpi. Domethënë dhe kur kisha unë atë momentin tim që çka ka bërë djali? Babi tha, këto që ka mami ti ke më shumë. Dhe unë si që është si puna pas një meme shumë interesante që vetë shkon një fëmijë vogël, ai 2 vjeç, ai thotë, babi, unë të dua shumë, i tha. Edhe mamaja ishte aty afër dhe e pa shtrëmbët ajo u çu dhe iku. Edhe pa jati tha, ua, mami më duket se u mërzit. Shko thuaj edhe mamit këtë, tha. Vati ky. Mami, mos u mërzit. Po i tha ajo. Unë babin e dua shumë. Çfarë kalamoni, ha? Shiko, shkojmë pak tek Big Brother tani, se këto ditë ka patur shumë, si të them, shumë edhe. Me thënë drejtën u bë shumë interesant me hyrjen e Luizit. Këtë po thoja, domethënë shikueshmëri, ka patur shumë debate, shumë komente, pjesa më e madhe e për krah, të gjitha kanë pritur. E pe një meme dje në TikTok? Ishte fantastike, ishte një gjyshe që kishte vdekur para 3 vitesh pasi mbaroi Big Brother 2. Edhe ishte ngjallë? Edhe bëri vesh që Luizi dhe nona që ngjallën kështu. I thot mbesa vet, mos Luiz, mos. Na erdhi dhe u ngrit nga vari. Se u rikthy Luizi, u rikthy dhe në. Më thënë ka patur nga këto memet e ku diun rrjetesh nga ai ndryshoi goxha atmosferën në shtëpi. E vërtet është. Dhe ai është një mjeshtër i kësaj loje. Dhe ajo që më bëri shumë përshtypje është që domethënë ajo doza që ka ky Rigerti për të ngacmuar dhe për të çuar deri në palca të ngacmimit që ti të reagosh. Ai e bëri me Luizin, po me sa kam parë, nuk e kam parë shumë, po e kam parë disa herë. Që ai Luizi vazhdon të mbajë qetësinë në mënyrë kështu. Tash në gjykimin tim ata e kanë kuptuar që Luizi nuk do jetë lojtar. Se mendoni e kanë kuptuar? Kristi e tha që atë natë, ky është një nominim kot se si mund të nominohet njëri sa e tha dhe Brikena që ti do ta dalësh të martën, do ikësh të martën, i tha. Por
që mënyra e qëndrimit kanë filluar ta besojnë ata. Mua më pëlqen shumë sepse i ka kapur të gjithë një nga një. Ka dhënë dhe s'ka dhënë mesazhe. I ka ngatruar dhe i ka ftylluar. I ka bërë përqeshur dhe i ka bërë të mendojë dhe të reflektojë. Po, mëngjes këndon ke flet me kamerat, me këto gjëra. Po. Domethënë ai sjellsi banor. Shiko, duhet ta pranojmë gjithë që Luizi është një lojtar, është një nga lojtarët më të mirë të këtij formati. Është i lindur për atë gjë. Kështu që sigurisht që ka rikthyer. Shifrat janë rekord, nuk e themi ne, thonë janë aty në klikime në YouTube. E shoh Kelagjon që boshatisët. Po, më thanë dhe taksistët, është una ndar këta, e Marta ndar këta, s'bëhet fjalë. Kështu që është bërë shumë interesant. Shikon, ndjekim pak promon ne të dy edhe çojmë çka ka sonë, me vërtet nuk e kam parë asun promon. Selin Gimbo. Çfarë po ndodh mes tyre? Në shoh se ju putheni, unë dal kur dushti. Si ka ndikuar nominimi tek raporti Brikena Mateo? Si ka për distante për shumë se ç'duhet. Nga gjëra që vi spontanisht. Një surprizë emocionuese për Luizin. Ka baba një lunok, të se ka asë Me hyrje të reja dhe shumë të papritura. Big Brother VIP të martën, ora 21, me Ledion Liçon në Top Channel. Spektakël do jetë sonte, se ka Spektakël shumë. do hyjnë dhe 3 të rinj. Po sigur ti lezetoj Luizi, vërri dhe i çik. Kam të thotë më lër dhe rrezika hyke do marr rrëfin, ka thënë më lër dhe i çtun. Ka qenë edhe ja dërgova sot disa Po do ketë 3 kolegeve. hyrje 3 janë thënë sot. Po, ashtu flitet. Jo, po thoja, duke folur ende për Luizin, Është një aktore. formati bën Luizin, jo Luizi formatin. Kanë qenë disa prej bisedave që janë bërë dje në shtëpi. Formati bën Luizin, jo Luizi formatin, dhe kanë qenë duke folur pikërisht të Kristi. Asi nuk bën formatin. Formati i bën ata. Kristi me Mirin. Dhe ndaj them që ata janë gjithë kohës do ri ky apo do iki ky, po i ka bërë shumë, për shembull Kristin dhe Mirin, duket se i ka rikthyer bashk Luizi. Po kupton marrëdhënien e Brikenës dhe Mateos, po i jep një lloj drejtimi. Greta Kunata, shikoti se i ka unë nuk e di se sa i lirë është japi apo s'japi informacion, askush nga ne nuk e di, por që ai edhe duke mos dhënë informacion, ka qenë lojtar. I ka bërë ca piketa, kanë dyshuar sa marrëdhënie. Vazhdo folti më ka shkujt Jozi. Kanë dyshuar sa marrëdhënie. Atëherë unë do doja shumë që në këto momente të tregoj një anekdot, po duhet ta shijosh dhe ti në fakt. Po pra na tregon një nga këto tuat perlat, se unë jam çike e shpërqendruar tani se po merrem dhe me logjistikën. Kam 3 në kokë për të thënë. Ti zgjidh me çfarë do një herë? Me çfarë do? E dua me pull të kuqe nuk lejohet, me pull roz, me çfarë duash ti, ama se të bukur i ke gjithë. Me pull roz? Me pull roz. Mirë, rozësh, nuk është ne i kështu. Atëherë, duhet të shoh nga kamera unë që ta bëj më bukur apo jo? Apo të shoh nga ty? Do shoh nga ty. Shif nga mua se e bën shumë bukur. Një nga drejtorët e administratës sonë shtetërore kishte zgjedhur sekretaren e tij të re. Dhe i thot shokut vet që ishte drejtori në një drejtori tjetër, i thot mora sekretare të re. Në vërtetë thotë ai? Po. Në fakt e bëra shumë, kishin 3 kandidatura tha, edhe kam zgjedhur më të mirën. Po tha bëra një truk shumë interesante për të provuar, çfarë truku bëra tha? Ke tavolina që do bëja intervistën, hodha 100 euro poshta, edhe të shoh se si do reagonte ajo. Truqet shqiptar. U fut kjo femra e parë, kjo vajza e parë që do konkuronte. E shef atë 100 euro, i tha, e ulet avash e merr palos e fut në xhep. Mbaroi intervistën. Vjen e dyta tha, e le prapun 100 euro tjetër tha. Vjen ajo shef, e shkel me sandale, me këpucë që ishte dhe e tërheq dhe nuk po e mçef e mbante ke këpuca poshta, ndërkohë që unë bëja intervistë. Bukur. Ndërsa e treta tha, e pa, u ul dhe tha, pas ka rënë kjo 100 euro, tu tha dhe e lan tavolinë. Ti tha, me siguri more këtë të tretën, tha. Jo, tha, unë mora atë që kishte gjoksin më të madh. Po ku i gjen këto? Sa është lodh? Drejtorat shqiptar. Sa është lodh me menu trikun, ka bo 3 triqe, ka harxhu 300 euro dhe mori thjesht atë me numër gjoksi 4 ose 5. Pesa që do të të merrte. Atë që do të të merrte. E njeh ti këtë drejtorin? E njoh. Njoh dhe këtë me gjoks madh. Mos na i sill në emision na madh. Drejtorin? Asnjërin.
Ajo, ato s'kam se sjell. Nuk do bëjmë konkurrencë. Sille njëra të hedhim 100 euro në tokë. Shojmë Qa do na bëjnë ne ajo? Ta bëj. Pastaj të për gjoksim flasim. Publicitet. Unë e di këto zgjedh. Publicitet.